Mua më vjen mirë që ky shesh është plot me njerëz të ndershëm, njerëz që duan ndryshimin e këtij vendit, por sigurisht që këtu mungojnë shumë. Këtu mungojnë ata të rinj që janë larguar, sepse ky qytet nuk i ofroi asgjë. Këtu mungojnë ata njerëz që u larguan jo sepse donin, por sepse këtu nuk gjeten përkrahje. Këtu mungojnë profesionistët që punuan një jetë me ndershmëri, po ky sistem refuzon të mbështesë njerëz të ndershëm. Teksa po mendoja se çfarë mund të flas tjetër, mendova të ndaj shkurtimisht disa shqetësime që të gjithë ne i kemi prekur të paktën një herë. Të gjithë ne na është dashur të trokasim në përzyra dhe të përballemi me burokraci dhe me shpërfillje. Të gjithë ne na është dashur të endemi dyerve të spitaleve dhe trajtimi jon është parë nga xhepi që kemi me vete. Unë jam rritur në një fshat këtu pranë, jam nga Moriçani, dhe të gjithë këto problematika i kam hasur dhe i kam parë vetë. Unë kam parë prindrit e mi që për ditë të tëra janë thorollatur vetëm për të marrë një letër. Kam parë njerëzit që enden korridorëve të spitaleve dhe në fund janë larguar pa marrë shërbimin e duhur, sepse një herë mungon një mjek, një herë mungon një ilaç, dhe fraza që dëgjoj më shpesh nuk ka sistem. Dhe e drejtë në fakt, tu nuk ka sistem për asgjë. Unë kam parë prindrit e mi që për ta shteti social u bën vajzat e tyre që i degdisën diku larg sepse këtu ju mbyllën çdo derë. Unë kam parë pensionistët të cilët presin me radhë të tëra për të marrë atë 10.000 lekshin për të cilën nuk i del as për 2 kuti ilaçe. Unë mendoj që ky vend në radhë të parë është i yni dhe më pas i një grupi të vogël njerëzish. Unë besoj te ky qytet, besoj tek të gjithë ju dhe besoj që të gjithë ne mund ta kthejmë Elbasanin në një shtëpi ku askush nuk largohet, por të gjithë mundohen t'i kthejnë dinjitetin e munguar. Ndaj, në 11 maj, ju ftoj të votoni Lëvizjen Bashk, të votoni numrin 2, sepse të gjithë ne jemi e reja që po lind. Faleminderit.